Përshëndetje, mirë se vini në program. Prej ditësh heroi i Maqedonisë është Fatime Fetaj, prokuroria shqiptare e cila gjendet si ikon popi, fytyra e së cilës është në bluza, postere dhe fotografi të ndryshme. E pa besueshme mbase për një kontekst historik specifik, por është realitet. Maqedonasit ose shumica e tyre kërkojnë ndryshime me foton e një shqiptareje. Ky fenomen, i cili është edhe social, gjithashtu tregon se shqiptarët mund të jenë teje të rëndësishëm në këtë shtet, por jo edhe në këtë periudhë kur bëhet fjalë edhe për politikën. Vendi është në krizë të thellë dhe duket se shqiptarët janë thelbi i zgjidhjes së krizës në Maqedoni. Nëse do të shkohet në zgjedhje, varet prej shqiptarëve, nëse do të legjitimohen zgjedhjet, varet prej shqiptarëve. Nëse do të ketë një qeveri të mundshme teknike, përsëri do të varet prej shqiptarëve, por pse atëre subjektet shqiptare që janë vendimarrëse nuk faktorizohen sa duhet? Përshtypja e përgjithshme është se janë nën presionin e pushtetit, kurse njerëzit shprehin dyshime për rolin e tyre. Të gjithë ndërkohë pajtohen se shqiptarët mund të jenë një faktor tejet vendimtar në Maqedoni. Ndërkohë si e shohin këtë pozicion prej faktorit të rëndësishëm subjektet maqedonase. Për këtë dhe më shumë do diskutojmë sonte me Bujar Osmanin të BDI-s, përshëndetje, mirë se erdhët. Bekim Fazliu i Partisë Demokratike Shqiptare, përshëndetje, mirë se erdhët. Dhe gjithashtu kolegu Aleksandar Çomovski, përshëndetje, mirë se erdhët, Aleksandar. Dhe Visar Ademi, ekspert ekonomik. Por do të filloj programin me dy përfaqësuesit e subjekteve politike. A mendoni se është e drejtë përshtypja se kur bëhet fjalë kohëve të fundit për politikën, politika më shumë dështon në raport me njerëzit, Bujar? Me që edhe subjekti juaj është në qeveri? Fillimisht do të ndërlidhi me atë që ju e nisët, faktorizimi i shqiptarëve në këtë kontekst. Unë do të them se faktorizimi nuk ka ardhur nga qielli, po është si rezultat i politikave të mençura që e kanë sjellur situatën, shqiptarët kanë rol vendimtar dhe është mirë që një parti e arsyeshme ka rolin vendimtar tani për të dhënë kohje. Po çështja është se mund të faktorizohen më shumë dhe nuk po e bëjnë këtë. Ne mendojmë se faktorizimi nuk duhet të jetë folklorik, por faktorizimi duhet vetë në shërbim të një të mirë të përgjithshme. Ne po tentojmë të bëjmë pikërisht këtë, duke thirrur palët që të bëhen të arsyeshëm dhe të shfrytëzojnë këto momente të fundit për të pranuar një kompromis për dalë nga kriza, për shkak se situata nuk dim se ku do të na shpijë nesër. BDI po bën përpjekje ditëve të kaluara, janë bërë dhjetra takime me gjitha partitë politike, me komunitetin ndërkombëtar, për të gjetur një zgjidhje, për shkak se jemi të bindur se nuk ka zgjidhje të njëanshme për këtë krizë, qoftë ajo zgjedhje, qoftë formë tjetër politike. Sigurisht do të diskutojmë me detaje, por zoti Fazliu, e njëjta pyetje, a mendoni se subjektet vendimmarrëse që në fakt bie BDI-ja dhe PDSH-ja në sytë e njerëzve të cilët thonë se nuk bëjnë sa duhet, në fakt kanë të drejtë? Shpytje retorike, megjithatë, kjo është përshtypja e përgjithshme. Para, nuk është e drejtë na vendoni me një thes BDI-n dhe PDSH. Relativizimi nuk është i drejtë që na e bëni, për shkak se pjesë e krizës është edhe BDI-ja, mos harrojmë. Pa diskutim. Është pjesë e pushtetit që ka sjell këtë krizë. Dhe nëse e marrim dhe shohim cili është burimi i kësaj krizës, burimi i krizës janë pikërisht zgjedhjet e kriminalizuara, që pastaj kanë efektin e krijimit të institucioneve të kriminalizuara, kapjen e institucioneve dhe kapjen e gjithë shoqërisë nga ana e pushtetit. Me thënë, burimi kryesor i kemi tek zgjedhjet e kriminalizuara. Zgjidhja për dalë nga kjo krizë politike që kemi si pasojë e zgjedhjet e kriminalizuara, fillimisht duhet t'i pastrojmë këto efekte që ka prodhuar zgjedhjet e kriminalizuara. Dhe ata janë, fillimisht duhet bëhet dekriminalizimi i skenës politike, duhet bëhet depolitizimi dhe departizimi i institucioneve të shtetit, sundimi i ligjit, shtetit ligjor, sundimi i së drejtës, pastaj krijimin, gjyqësia e pavarur, mediumet e pavarura, pastaj Zoti Fazliu, realisht të gjitha këto çështje i dim, edhe janë thënë shpesh. Nuk them që janë të parëndësishme, përkundrazi janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Por kur vjen puna për t'i zgjidhur ose për t'i arrirë këto çështje, subjektet shqiptare kësaj radhe, si asnjëherë tjetër, për shkak të pozicionit të tyre, kanë një mundësi për t'i dhënë një shtysë të jashtëzakonshme. Ka një mundësi. Edhe ju si opozit, edhe BDI-ja si pushtet. Ne rolin tonë që na takon si opozitë bëjmë.
Po, kur e thash se nuk bën ta ndajmë VMRO-n me BDI-n, do t'ju them disa fakte, vetëm për këtë periudhën e shkeljes së marrëveshjes së korrikut, qershor korrikut nënshkruar në vitin 2015. E para, do të thonë që janë bashk VMRO me BDI-n. Shkelja e parë nuk flas për zvarritje, sepse zvarritjet e kësaj marrëveshjes i kemi në gjitha sferat, në gjitha pikat. Flas për shkelje flagrante. E para, shkelja e parë që është bë është në tryezën e bisedimeve mes 4 forcave kryesore politike në vend, është dakorduar që sekretari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, po shumë me rëndësi, të jetë shqiptar. Gjë që ndryshoi. Ndryshoi, është Maqedonas, u shkel. Shkelja e dytë, vendimi i njëanshëm i shpalljes së zgjedhjeve me datë 18 janar. Vendimi i njëanshëm i shpalljes së zgjedhjeve me 18 janar që duheshte të hyjë në fuqi me 124 shkurt, vendimi i njëanshëm nga ana e VMRO-s dhe nga ana e BDI-s. Shkelje të marrëveshjes. Dua të bëj një shkëputje publicitare dhe të gjitha detajet do t'i diskutojmë. Replik shumë e shkurtër dhe mezi pres të shohim çfarë thotë sektori civil. Shoh në dokumentin e bekimit se shkruan raporti i Komisionit Evropian. Pikërisht raporti i Komisionit Evropian tregon se cili është burimi i krizës. Janë 5 pika që definojnë krizën, BDI nuk është pjesë e krizës. Po para se të shkojmë në pauzë, dua të them unë dua sot të kërkoj falje në mbështetës së BDI-t për shkak se duan këtë debat fare mos të merrem me përplasje ndërpartijake dhe me PDSH-n. Shqiptarët e din kush është PDSH, kush është BDI. Mendoj se janë momente kritike për vendin dhe për të ardhmen e qytetarëve dhe dua sot flasim për zgjidhjen e kësaj krize, për arritjen e kompromisit. Do kemi kohë kur do bëjmë përplasje politike, Nuk ju heq fjalën, seriozisht, nuk ju heq fjalën, përkundrazi. Po vetëm si reagimi para shkëputjes së parë publicitare. A nuk pajtohesh Visare dhe shpesh ke shkruar tekste të tilla duke thënë se në fakt faktori politik shqiptar përbashkët tani, pozitë dhe opozitë, në fakt mund të bëjmë më tepër në këtë moment krize. Duhet të jemi shkurtër ose të jemi më shkurtër në këtë moment? Unë mendoj që edhe PDSH-ja dhe BDI-ja janë vëllezërit siames në krizë dhe nuk ka se si të ndajmë ndryshe. Nuk pajtoheni. Do të flasim me fakte. Absolutisht, po, do flasim me fakte. Përgjegjësia është mbi klasën politike shqiptare. BDI-ja e ka prisë më të madhe sepse ka qenë 12 vite. BDI-ja kur donë është pozit, kur donë është opozit, kur donë është universitet, kur donë është shoqëri civile, kur donë të amnestohet, mos merr përgjegjësi, është gjithçka përveç se merr përgjegjësinë. PDSH-ja nuk ka asnjë lloj vizibiliteti në kuptimin e kritikave aktive që ka. Unë e kuptoj deputet veçantë ose nga foltorja e parlamentit, mirë po ju e amnistoni të gjitha politika që ka të dëmshme. Për mendimin tim, edhe mendoj se edhe BDI-ja edhe PDSH-ja, edhe gjithë klasa politike, po vetëm një sekond pas e shpërndash është se përveç klasës politike neve na dështon edhe masa kritike intelektualëve. Ne skemi as intelektual, ne nuk kemi as edhe një debat tjetër e diskutojmë. Duhet ta themi që duhet në mungesë të klasës politike që është domethënë zgjuar dhe duhet të ketë institucione të tjera të cilat ta marrin kombin përdore edhe do ta shpinë drejt zgjidhjeve. Cili është Çomovski imazhi i shqiptarit sot në Maqedoni? Keni ndjekur vazhdimisht proceset politike dhe sigurisht keni qenë një nga ata që ndoshta edhe keni dhënë hapësirë subjekteve të ndryshme shqiptare në jetën publike, por kur e shikon këtë debat sot dhe këtë gjendje të Maqedonisë sot, cili është imazhi i shqiptarëve në sytë e maqedonasve? Fetaj. To je imidžut na Albancite. Ama jas se obidujem da ja istaknem ta feminističko-nacionalistička dimenzija na specijalno to javno obvinitostvo. Ključni segment во Македонија не се албанскиот фактор, не се македонските протестанти и граѓани, туку е специјалното јавно обвинителство. Политичката криза е толку длабока да навлегува во срцевината на морална декаденција на општеството, на морална декаденција на авторитетите и политичарите, на отсуство на релевантно лидерство кај сите политички субјекти во Македонија и во овој момент можам да се согласам дека има потреба не од декриминализација на политичката сцена, туку има потреба од завршување на процесите за криминалните дејанија што се регистрирани, независно од прислушните разговори.
Ние сме граѓани, новинари, кои гледаме и перципираме, се зборува во кафеани, се зборува во деловните луѓе, зборуваат двајцата како политичари и сосема јасно им е дека македонското ткиво не е политичко, туку е карценогено од општ криминал до деструкција на државата и до опасност оваа држава да се распадне не по етнички основи, туку по криминалните мафијашки структури. Do të rikthehemi më një herë në këtë debat që po duket se po fillon me tension. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio në debatin me Bujar Osmanin, Bekim Fazliun, Aleksandar Çomovskin dhe Visar Ademin, dhe në atë ndërhyrje të parë ju mora fjalën, nuk dua që të ndiheni sikur po ja pres fjalën. Zoti Fazliu, megjithatë nuk është çështja e relativizimi, absolutisht nuk mund ta heqim përgjegjësinë e një subjekti politik kur e ka pushtetin, por në rolin në të cilin, ose në pozicionin në të cilin është Maqedonia sot, dhe kur 4 parti vendosin për fatet e njerëzve, a nuk mendoni se mund të bëhet më tepër që roli shqiptar, faktori shqiptar, të jetë më i dëgjueshëm në zgjidhjen e krizës? Dhe këtu them, e bëj këtë pyetje në këtë lloj mënyre, sepse këtu është i nevojshëm ai bashkëpunim për të cilin qytetarët flasin vazhdimisht. Do me thënë, nuk duat përsërit të më keq kuptoni, por nuk është çështja të vëmë gishtin kush është faj. Mendoj që kjo është lehtësisht e dallueshme. Çështja është si të dalim prej kësaj situate. Jo, sepse duke bërë relativizimin ne vazhdojmë mos ta zgjidhim problemet. Tani përmenda jo rastisht shkeljet që janë bërë të kësaj marrëveshje, pikrisht nga ana e VMRO-s me BDI-s, cilët janë jo konzistent në qëndrime. E thonë një qëndrim tjetër të ndërkombëtarët, e thonë një qëndrim tjetër para opinionit dhe veprojnë krejtësisht ndryshe kur vihet puna për të sjellë ndonjë vendim. I përmenda këto raste, dhe që janë eklatante. Është e patolerueshme relativizimi që na bëhet. Do thonë, jemi 10 vjet parti që jemi në opozit, po pranojmë përgjigjemi për hisën që na takon, por ama kemi bë shumë. Mos harroni, ne kemi qenë të izoluar nga mediumet. Fjala jonë nuk është dëgjuar. Dhe çfarë kemi bë? Po marrëveshjen politike e Partisë Demokratike Shqiptare, që ne e kemi sjellë që në vitin 2009, sot e shoh gjithë intelektual, analist, merren me ato fjalë që i kanë lexuar tek marrëveshja jonë. Vendimarrje konsensuale, ndarja e drejtë e buxhetit, janë gjëra që i kanë lexuar tek marrëveshja politike e Partisë Demokratike Shqiptare. Unë deshta ndërlidhem te pyetja juaj për imazhin e shqiptarëve dhe përgjigjen që e dha Çomovski. Të gjithë këto emra, të cilët tash po dalin në skenë të shqiptarëve, janë pjesë e projektit të marrëveshjes së Ohrit për integrimin për futjen e shqiptarëve në institucione. Po mos ishte ai hap, nuk do kishte mundësi që shqiptarët tash do dilnin në skenë në forma të ndryshme profesionale. Edhe nuk flas këtu vetëm për gjatë kohës BDI-s, dhe gjatë kohës PDSH, por gjithë këto janë bërë në parimin e integrimit që po e bëjmë ne si politik. Ashtu që imazhi i shqiptarëve do të krijohet nga kreativiteti ose aftësia e të gjithë atyreve të cilët politika u ka dhënë mundësinë. Politika ka për detyrë t'u jep mundësinë qytetarëve, pastaj suksesi i tyre do të varet nga puna, nga meritat e tyre në gjatë. Po pse do të jetë kjo merit? Kjo është një gjë që duhet të dihet se çdo njeriu në jetë kushtet, domethënë është minimale që një subjekt politik ose një qeveri të krijojë kushte normale veprimit në shoqëri. Është me rëndësi të vëmi fokusin aty ku duhet. Domethënë ju duhet të krijoni kushte që pastaj të ndërtohen vlerat të cilet tash po i tregojmë ne si heroj të kohës tonë. Mund të them diçka, unë gëzohem që zotëri Osmani jeton në Maqedoni shumë suksesshme, shoh se ka edhe persona që kanë bërë karrierë në institucione, Fatime Fetaj është një. Unë jetoj në Maqedoninë ku të rinjt ikin nga Maqedonia, ku ka pa perspektivë, ku ka pa punësi të mëdha. Dibra është e vdekur si qytet. Fatkeqësisht Dibra i ndodhen Gostivarit, i ndodhen Kumanovës. Ikin për shkak të mos perspektives të krijimit dhe zbatimit të karrierave të tyre, sepse nuk kanë mundësi të punësimin përveç në institucionet partijake ose në institucionet të qeverisjes lokale ose qeverisjes qendrore. Kjo e para. E dyta, shqiptarët akoma kanë halle
të shekullit kaluar. Ne akoma sot nuk kemi ujë të pishëm gustivar, ne akoma nuk kemi ajër të pastrëm të tofë. Për cilën Maqedoni flasim ne sot? Për cilën qeveri të kujt suksesi ne po diskutojmë sot, nëse ka patur një person, një prokurore e cila doli për hatër të gjithë këtyre aferave që ndodhen. Sot, sinqerisht po them që i riu shqiptar nuk e ndjen veten sigurt, nuk e ndjen veten. Kjo është dramatizimi i panevojshëm. Vetëm të tregoj diçka, 72.000 veta kanë ikur nga Maqedonia vjet. Shumë lehtë është prej pozitës komote të analistit tip një vlerësime. Okej, kam një pyetje për ju. Cila është faji i BDI-s? Përgjegjësia e BDI-s me këto 12 vite. Okej, keni bërë. Cila është përgjegjësia e BDI-s? Ka ndonjë fushë ku keni dështuar ju? Kush është ai fushë? Unë për shembull mendoj që BDI kam vërejtje për punën e BDI-s në efikasitetin e realizimit të projekteve. Po asnjëherë nuk kam dilemë për qëllime strategjike dhe për mos devijimin e rrugës për cilën kemi nisur, për cilën kemi bërë si mision në luftën e vitit 2001. Ka amplituda të efikasitetit, ngritje dhe zbritje, por ato janë procese shumë normale në politik, është me rëndësi mos devijoni. Shifni, ju mund të keni një rrugë shumë të shpejt, por nëse jeni të rrugë gabuar, do të përfundoni në qëllim të gabuar. Mund të keni një rrugë të ngadalshme, por nëse jeni në rrugën e duhur, do të arrini cakun, ndoshta pak më vonë, por do të arrini cakun. Mendoj se është lehtë të dramatizoni për të tregoni se është zi gjendja, po hajde të bëjmë, shfrytëzojmë fenomenin e komparacionit. Ku ishim dhe ku jemi. Lutem, merrni perspektivën e çdo shqiptar. Unë nuk them që gjendja është ideale. Nuk them që BDI nuk ka mundur të bëjë më mirë. Ka mundur të bëjë më mirë. Po, hajde të tregojmë kush sa ka bërë. Po prapë unë dua të kthehemi në atë se situata është dramatike dhe nuk është koha për përplasje politike. Duhet të flasim për gjetjen e një zgjidhje për shkak se këto ditë janë të numëruara. Orët janë të numëruara për gjetur një kompromis se situata mund të na eskalon. Do të bisedojmë gjëre gjatë në fushat zgjedhore sa ka bërë PDSH, sa ka bërë BDI, do të viju me numra, do të bisedojmë me ty me numra. Tash nuk është momenti për të biseduar. Shqiptarët kanë dhënë verdiktin. Një replikë të shkurtër nga Bekim Fazliu dhe realisht më intereson cili është vizioni juaj dhe jo vetëm mua, shqiptarëve dhe krejt Maqedonisë dhe sidomos qytetarëve Maqedonas për atë se si mund të dalë Maqedonia nga kriza. Dhe jo rastësisht në fillim të programit them dhe thash, dhe jo vetëm unë e thonë të tërë, se në fakt roli shqiptar është i rëndësishëm. Dhe nga këtu fillon relativizimi nëse e përdor atë fjalë. Po ja edhe një replikë. Vetëm shkur, u përmend prokurore speciale zonja Fatime Fetaj. Bujari tha është produkti marrëveshjes Ohrit, ashtu? Jo, nuk përmenda emra. Unë thash që gjithë shqiptarët që tash dalin në skenë janë pjesë e mundësisë që jo ka krijuar marrëveshja e Ohrit. Fatime Fetaj ka qenë prokurore dhe më përpara, me sa kam informacione. Ka qenë po. Pse nuk ka dalë, nuk e kemi dëgjuar? Unë nuk fola për emra konkret, fola për parim. Kjo qeveri se asnjë prej neve po mos ishte marrëveshja e Ohrit nuk do kishte mundësi ta tregojmë profesionalizmin e tyre. Nuk do të tregosh se kirurg janë, po mos kisha mundësi që të punsojmë në klinikë. Mos ishte marrëveshja e Ohrit, unë do punoja në një fshat u krijoi një prokurori speciale që nuk varet prej institucioneve të pushtetit. E ke absolutisht po, këtu jemi me një vit. Pyetje vizionin nuk ka. Çemovski, a duken shqiptarët dhe ky debat? Po. Për vizionin. Po, një minutë. A mendon Çemovski që kur i dëgjon se si debatojnë shqiptarët në Maqedoni, është kjo më demokratike apo është vetëm kakofoni? Ne, ova diskusija je samo potreba od jedno panel iskažuvanja. Međutim, moram da zabeležem дека jaz poštovanиот Бујар го гледам како главен фронтмен на ДУИ и секаде ја брани нормално политиката на својата партија. Меѓутоа, ми се чини дека кај ДУИ отсуствува доза на самокритика. Чувајќи го и Бујар, а денес зборувам дури и за лидерот на ДУИ Али Ахмети. Во овој момент, реториката што е употребена оди во правец дека ДУИ ќе ја спасува државата. Дека сега они имаат компромисни решенија, дека они сега ќе треба да ги соберат сите партии и така натаму. И јас вас ве прашувам, па и нив двајцата како политички екземплари, кумановските настани помалку драматични беа за политичката криза и за безбедносните аспекти. Што добивме од тоа? Решение? Не е решение пржино за кумановските настани и за пржино, не е решение ни Монструм и Сопот.
Suštinata je da priznat дека во овој момент има негативна енергија за да се направи баланс на политички сваќања и на тоа што е приоритет. Не дали е Охридскиот договор реализиран и кога ќе се реализира. Моја принципиална забелешка е што ти тргнуваш со Фетај дека е Албанк. Ја тргнувам дека Фетај е специјална обвинителка, како што вели Фазлију, со 10 годишно, 15 годишно искуство и дошла на сцена со својот карактер, со својот имидж, вокабулар и со способноста. Тоа е суштината на решавањето на кризата. Баталете ги големите изјави, сега ќе решиме кризата и ние наоѓаме решение. Нема решение. Ако тргнеме од тоа дека закоравеноста на актерите кои не доведеа во криза, треба да не излечат од криза. Треба да се има доблест, да се признае грешка. Дека Дуи беше фактор кога имаше позитивна енергија за стратешките прашања. Од кога ние не разговараме за ЕУ и за НАТО, ги губиме и ЕУ и НАТО. Какви се ефектите од големите посети на Ахмети по Европа и по целиот свет на таа стратешка цел, кога таа не можеме да ја достигнеме. Ние сме изгубени во тој вртлок на внатрешната криза. Како ќе ја решаваме? Ja, zoti Osmani, Mua më vjen keq që duhet të shprehim kështu. A mund të bani përgjegjësi? Zoti Çomovski, shqiptarët janë viktime për zgjedhjes tuaj për parti në pushtet. Dhe ne nuk kemi fajtor për vendimet tuaja se cilën parti do vendosni ju të udhëheq Maqedoni. Për shkak se politikat e pas marrëveshjes së Ohrit thonë se fituesit e dy palëve formojnë qeveri. Ju keni përzgjedhur. Unë jam i sigurt se puna e BDI-s ndoshta nuk ka bërë mirë, nëse thoni ju, si jam i sigurt se ka ndaluar një të keqe shumë më të madhe. Dhe prezenca jonë atje ka qenë shumë e mirë për qytetarët e Maqedonisë të gjitha etnive. Por ne nuk mund të marrim fajin për atë që ju keni problem në përzgjedhjen tuaj se kush do t'ju udhëheq dhe mendoni se BDI do t'jetë instrumenti i cili do të zgjedh partinë që është preferencë e njërës ose tjetrës palë. BDI nuk do të bëhet instrument as i LSDM-s, as i дефектно фокусирање. Твојата перцепција е јас сум македонец и за мене македонците ќе решават. Тебе јас сакам Али Ахмети да решава. Зошто ти мислиш дека јас ќе решавам ќе гласам за Груевски или дека не фласим për realitetin apo flasim për teorinë politike për tarme? Realiteti thotë se национална линија во која сакате да ориентирате për shkak se marrëveshja e Ohrit që në hyrjen e saj, në preambulin e saj thotë që shteti është i komunitetit Maqedonas, shqiptar, turk. Nuk thot i qytetarëve të Maqedonisë. Shteti është unitar, shteti është unitar, por shqiptarët i realizojnë të drejtat në kuadër të komunitetit të tyre, se është vetmja mënyrë për të mbrojtur nga majorizimi. Nëse do të jemi shumicë e qytetarëve Maqedonasi, do të na mbivotojnë në çdo moment. Nuk kemi kantone ne që do Maqedonia Perëndimore është një kanton, Maqedonia që është një kanton. Edhe ajta i shohim për ne. Jo Maqedonisë, kjo është teoria tjetër. Ti duhet të vendosish për gjithë Maqedoninë, sepse është shtet unitar. Në qoftë se ky vendosi kur ata numrat i kanë të flas. Në qoftë se ky person e çon autobusin drejt Greminës, ti ke përgjegjësi ti thosh ndal, duhet ta izolosh atë person. Duhet ta zgjedhim tjetërin, ne shqiptarët ta zgjedhim. Pastaj ata na zgjedhin neve si zgjollën PDSH në 2008. Në qoftë se këtë debat a çfarë duhet të bëjmë? Ta lëm këtë na çon deri në fund, tash ku është fundi? Na çon në Moskë, na çon në Beograd, na çon ku do të na çon? Si unë ku do të na çon ky person? Thash se BDI nëse nuk ka bërë mirë, ka ndaluar një të keqe. Nëse ashtu është percepcion. BDI nuk është pjesë e... Ama të lutem Bekim. Skandaloz, Bujar. Po, no, do ta shpjegoj. Është rëndësimi skandaloz se shqiptarët qenë ka viktimë zgjedhjes së maqedonasve. Me problemit tyre për zgjedhur cilën parti. Po pse votojnë shqiptarët? Shqiptarët votojnë për përfaqësuesin e vet, jo për VMRO-n e për LSDM. Po kur votojnë shqiptarët për përfaqësuesin e vet, çka bën përfaqësuesi i tyre? Përfaqësuesi i tyre mbron viktimizon shqiptarët, mbron interesat e shqiptarëve. Pse si ke mbrojt? Ti the jam viktim. I kam mbrojtur, unë treta herë që e them me radhë. Nëse nuk kemi bërë mirë, kemi ndaluar një të keqe. Mirë po, në Maqedoni vendoset me numra.
ashtu që janë teori këto për cilët flasin. Dilema është si të bindim komunitetin Maqedonas të kenë një përzgjedhje më të mirë për të ardhmen e vendit. Nuk vendosen me numra. Kjo është dilema. Me numra. Ke parimin e mbrojtjes, parimin e badenterit votimit difish. Sa herë partia juaj e ka përdorur këtë parim? Sa herë që ka pasur nevojë. Të cilin parim edhe partia juaj e ka manipuluar. Jo, si e ka manipuluar? Në të kaluarën kur ishin në qeveri. Nuk kemi pas në shumicën. Pikërisht, por duke për mekanizma të caktuar, të cilat dorën njerëz të tjerë për të ndëruar etni. Do të mbajmë përgjegjësi për atë që themi. Ne nuk e kemi pas asnjëherë në dorë parimin e badenterit. Moment që do ta kishim pas, do ta shifshë se do të zhvilloheshin punët. Kjo që thot Bujani është debat shumë interesante. Ne faktikisht nuk jemi shtet unitar, nuk jemi shtet i decentralizuar ose mos them shtet federal për të cilat dy kombet do garojnë se kush do të ketë më tepër zhvillim më të lartë dhe ne do garojmë të njëra pjesë, Maqedonia të njëra pjesë tjetër. Ne nuk është se ne edhe për arsimin e mesëm profesional nuk mund vendosim se çfarë lloj arsimi duam, nëse nuk e marrim përgjegjësinë nga Ministria e Arsimit Shkup. Ne nuk mundet gostivarit e tova kanë akoma shkolla me kurikull dhe me profil të personave që kanë prodhuar nga ish Jugosllavia. Atëherë për çfarë Maqedonie flasim ne, nëse do të thënë ne do kemi zgjedhje tek pjesa jon. Kjo e para. E dyta, shteti jon është tmerrsisht i centralizuar. Ne nuk kemi decentralizim. Po thomi që okej, hajde do fokusohemi tek pollogu, edhe zhvillimin ekonomik, lokal, sportin, kulturën ta vendosim ne vetë. S'ka pse pyesim Shkupin. Në këtë rast pajtohem me debatin e Bujarit. Okej, atëherë do zgjedhim ne për cilën person ose për cilën parti ne mendojmë që do na sjell me qenë më të lartë. Në këtë lloj konfiguracioni unitar, në këtë sistem politik, Bujari ka përgjegjësi dhe thotë dëgjoj, përgjegjësia ime se dështova ta çoj grupin tim ose votuesit e mi të shpi për para në një perspektiv më të mirë. Edhe absolutisht me përgjegjësi. Absolutisht po. Çdo gjë tjetër është pastaj Po bëjmë një shkëputje tjetër publicitare të dashur teleshikues dhe do të rikthehemi sërish me debatin në minutat e fundit ku do tentojmë në fakt diskutojmë për atë që edhe synuam në fillim se në fakt sa rol mund të marrin subjektet shqiptare për tejkalimin e krizës në Maqedoni. Na ndiqni. Jemi rikthyer në studio me të ftuarit Bujar Osmani, Bekim Fazliu, Aleksandar Çomovski, Visar Ademi. Dhe do të vazhdojmë me një herë aty ku e lam, po fillimisht, zoti Bekim, a mendoni se mund të arrihet momenti i një bashkëpunimi shqiptar, e bëj këtë pyetje kështu, ndoshta edhe duket pak folklorike, megjithatë, për të parandaluar atë që thot Bujari, disa procese në të cilat po hyn Maqedonia. Dhe njëri prej atyre është shumë i qartë. Procesi zgjedhor. Kam përshtypjen që në opinion tashmë dominon hapur mendimi se Maqedonia nuk është e gatshme të hyjë në zgjedhje, ndërkohë që kemi dëgjuar deklarata të ndryshme. A është ose a nuk është interesi i përbashkët që në fakt një vendimarrje mund të sillte dalje nga kriza? Ja, po ta them dhe me thonë, mund bashkëpunojmë, po fillimisht bashkëpunojmë për ta bëjmë dekriminalizimin e skenës politike, depolitizimin dhe departizimin e institucioneve të shtetit. Para ose pas zgjedhjeve kjo? Do të më lejon ku dal. Do të thonë do dal aty ku do ti. Departizimin dhe depolitizimin e institucioneve të shtetit, bëjmë çmos që të kemi gjyqësi të pavarur, mediume të lira, dhe pastaj krijimin e kushteve normale për mbajtjen e zgjedhjeve të lira, fair dhe demokratike. Do të thonë zgjedhjet duhet të jenë në fund. Nuk mund të jenë zgjedhje kur më përpara kemi pas zgjedhje të kriminalizuara. Ne duhet nërë të luftojmë pasojat e atyre zgjedhjeve të kriminalizuara, pastaj finalja do të jetë zgjedhjet e lira, edhe atë, jo si që kemi tani friksim në punësve shtetëror, të administratës, të antarësohen në partitë në pushtet në VMRO BDI. Sot keshim një rast skandaloz dhe për mu shumë shqetësues. Arsimtare në shkollë fillore të komunës Shajrit i detyron nxënësit ta vizatojnë logon e BDI-s. Kjo është tepër shqetësues. Po jo më të nisëm, çka ka bërë kryetari? Është e vërtetuar. Çka ka bërë kryetari komunës?
A ka ngrit masa disiplinare për këtë? Nice. I kemi për ditë Nuk është moment jo shqetësues, por për mos ta defokusuar. Janë shqetësues. Një pyetje tjetër. Dhe kur krijojmë kushte normale. Okej. Për të pasur zgjedhje fair, të lira dhe demokratike, vetëm atëherë të mbajmë. A do të thotë kjo se për ju më e rëndësishëm është procesi se sa data? Gjithmonë e kemi thënë këtë. Dakord. Dhe do t'i pyes pastaj për datën e zgjedhjeve. Bujar, a mund të pajtohemi atëherë me këtë konstatim se mund të bie dakord në këtë shoqëri se procesi është më i rëndësishëm se data? Shifni, ne kemi insistuar për datat për shkak procesit, për shkak se kanë qenë produkti konsenzusit partive politike, për shkak se kemi qenë bindur se në këto kushtet të mos besimit ndërmjet partive shumë rënd është arrihet kompromis. Pasi që vetë ishim dëshmitar se sa rënd arritëm deri te kompromisi, u gëzuam kur u arrit kompromisi se do dalim nga kriza dhe do i kthehemi temave tona dhe prandaj ruajshim me fanatizëm atë datë, jo se ishte data me rëndësi, pastaj edhe datën tjetër, pikërisht për shkak procesit. Edhe tani mendojmë se vetëm konsenzusi është dalje nga kriza, se secila zgjidhje e njëanshme na fut në çark vicioz dhe një krizë edhe më të madhe dhe kjo i jep peshë rëndësisë së datës, vetëm nëse është produkti i konsenzusit. Po zgjedhjet pa participim të të gjitha palëve, ne nuk i konsiderojmë se janë ajo që i duhet Maqedonisë, për shkak se nuk është ajo demokracia kërkon inkluzivitet të palëve, prandaj po punojmë që t'i japim shansë mundësisë që palët të bëhen pjesë e një zgjidhje konsenzuale. Dakor, po pyetja ju shtrohet direkt, jo vetëm nga opozita, por në përgjithësi, sepse qëndrimet e partisë tuaj vetëm në pak ditë ndryshuan. Në studiot e Alsatit dëgjuam thirrje për zgjedhje në një datë të caktuar, që është 5 qershori, që pastaj të dëgjojmë liderin e partisë i cili të bëj pyetje për çfarë zgjedhje bëhet fjalë. Atëherë, më lejo të përsëritem për disa radhë më herë. Vlerësimet e partive politike për kredibilitetin e zgjedhjeve janë totalisht irelevante. LSDM kalkulon interesin e vet partijak dhe rejtingun e vet. Unë ju pyes për juve. VMRO të njëjtën. I vetmi qendër ose i vetmi burim i vlerësimit të mirë është realizuesi i zgjedhjeve dhe monitoruesi i zgjedhjeve. Realizues është Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe asnjë institucion tjetër, monitorues është komuniteti ndërkombëtar. Realizuesi i zgjedhjeve thotë se ka kushte. Edhe ne mendojmë se ka kushte për zgjedhje fair dhe demokratike. Mirë po, monitoruesi, pas situatës rreth krijuar me vendimin absurd të përfaqësuesit të VMRO-s në prezidencën e shtetit, zotit Ivanov, për abolicion të përgjithshëm, ka krijuar një situatë të re dhe tash monitoruesi ka dilemë për kredibilitetin. Pasi për ne janë të rëndësishme vlerësimet e këtyre dy institucioneve, realisht këto janë vlerësime serioze. Ato që ka thënë partitë politike janë të kalkuluara në shtabet partijake si do kalojnë në zgjedhje. Siç është edhe partia juaj dhe shtabi juaj. Natyrisht, prandaj edhe vlerësimi i BDI-s për kredibilitet, për se a janë kredibile zgjedhjet nuk duhen të miren nga partitë tjera. Vetëm çka thot KQZ si institucioni i pavarur dhe politikisht i balansuar dhe monitoruesit komuniteti. Por roli i të dy subjekteve politike është i rëndësishëm pikërisht në këtë moment, sepse përfaqësuesit tuaj në institucione, në KQZ, me që e përmende, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, dy subjektet kanë përfaqësuesit e tyre, nga mënyra se si do të votojnë dhe si do të vendosin, do të mvaret fati i vendit. Ata nuk bin vendime politike. Ata bin vendime mbas numrave, mbas ligji. Edhe ata nuk na pyesin ne çfarë vendime. A nuk mendoni që mund të ketë ndikim roli partijak në këtë sens? Të gjithë mendojnë që mund të ketë ndikim, sepse kur ikën dy antarët e LSDM-s, të gjithë thanë që ikën dy antarët e LSDM-s, nuk thanë dy ekspertë. Domethënë, roli i KSZ është thjesht teknik për ne. Vlerësimet politike a janë krijuar kushtet për zgjedhje, i themi ne, përfaqësuesit politik, në këtë rast unë jam sonte përfaqësoj Partinë Demokratike Shqiptare. Për shkak se Komisioni Shtetëror Zgjedhor operon me dhëna që ja japin institucionet shtetërore që nuk janë kredibile. Dhe unë t'ua tregoj një rast shumë personal, kam qenë antari grupeve të punës kur miratoi kodi zgjedhor për zgjedhjet parlamentare të vitit 2014. Dhe isha në atë grupin e punës, në mbledhjet e KSZ-s, aty u soll vendim që është pastru lista zgjedhore nga gjithë antarët e KSZ-s. Dhe unë mora fjalën thash. Nuk e kontestoj punën e KSZ-s, për shkak se ata operojnë me dhanat që ua ka servu dikush. Në atë kohë ishte enti shtetori i statistikës dhe Ministria e Punëve të Brendshme. Mirë po, dhënat që ua ka ndërzu
KSZ-s, këto di institucione janë jo kredibile. Dhe për ne, si subjekt politik, ne nuk mund të themi si janë kriju kushtet për të pas zgjedhje fet lira dhe demokratike. Shumë serios. Ai mund votoje vetëm për pjesën teknike. Vendimin politik, ne themi se nuk ka kushte për... Atëherë, a do të thoni Bedrettin Ibrahimit që të votoj kundër për të mbajtur zgjedhjet në 5 qershor? Thash, Bedrettin Ibrahimit Jo, do vi një moment që kjo çështje do bëhet kruciale. Nuk vendos Bedrettin Ska lidhje cila do jetë vota e tij. Nuk vendos Bedrettin Ibrahimi sa do të mbahen zgjedhjet me 5 qershor ajo, më pak. Jo, cila do të jetë vota e tij, sigurisht që nuk vendos. Nuk vendos, do të shohim më ande. Nuk vendos, unë them qendrimi politik jonë. Aleksandar Çomorski. Ende nuk kemi kushte për... Znači, ja slušam polemikava i moram da kažem da kako sred celo. I дека тоа може да биде кафеански муабет. И може да биде атрактивен муабет за вашите гледачи, за граѓаните и така натаму. Морам да ви признам, вклучувајќи се и себе си ако се вклучам во тоа. Ние сме во длабока криза, во многу длабока криза која не го сведува прашањето дали ќе има избори или нема да има избори датум. Еве, јас сум новинар, агенцијска вест од нивните денешни искажувања, дека албанскиот фактор ќе гласа, односно ќе ги бойкотира изборите на 5 јуни. Сакате да депонирам? Одговорно ви тврдам дека нити ДУИ, нити ДПА ќе прифатат во вакви услови да се организираат избори. Без оглед на како вешт начин Али Ахмети као лидер може тоа да го манипулира и да ги изнесува. Тоа е број 1. И со тоа сме завршиле. Но јас сакам нив да ги прашам. Како ќе им одговорат на своите избирачи после месец и пол дена, откако оваа криза ќе се продлабочи и откако ќе стапи еден серијал на сериозни закани од Европската Унија, сериозни редукции на финансиската помош, откако ќе дојде до реален колапс на економските текови. Тогаш ќе биде важно дали е тоа бујар албанец, македонец или чом македонец или албанец. Тоа престанува веќе. Затоа е одговорноста не во факторизацијата на албанскиот фактор, туку во факторизацијата на политичките лидери сите, кои оваа Македонија ја внесоа во голема кал и ја отстранија од стратешките правци на својата перспектива ЕУ и НАТО. Затоа вие денеска, благодарејќи на оваа инсуфициенција на нивна партиска, политичка и економска совест, имате реакција во која веќе медиумските главните мејнстрим кај македонците, дека албанците помалку, веќе заговараат прорусизација на Македонија, дека сега нам ни треба чистилишта, дека сега нас ни треба да ги укинеме сите партии кои мислат спротивно од Груевски, можеби и од Ахмети, не сум сигурен. Кон тоа ли одиме? Тоа ли е факторизацијата на Македонија? Но морам да ве прашам, бидејќи во јавноста и поготово во македонскиот дел од јавноста, ако така може да се изразам, се смета веќе дека токму албанскиот фактор може да биде излез од кризата во начинот како ќе гласа во тие институции кои сега функционираат во Македонија. И токму заради тоа е битно ова прашање. Ние не го слушнавме што тие ќе одлучат. Тие од нив нема да очекувате да или не, квизовски. Они се политичари, вешти се. Јас ви тврдам дека ја прочитав нивната изјава. Есенцијата на изјавата е, еве, ќе имате можност дека нема да се одржи. Да ju pyeste dyve. Apo ajo, pyetje direkte. Që zgjedhjet do jenë zgjidhje vetëm nëse do participojnë të gjitha palët në proces. Për ndryshe do jetë fillim i krizës së re. Okej, ky qëndrim atëherë ja do të thotë në qoftë ja do ta bëj pyetjen direkte. Në qoftë se Lidhja Socialdemokrate vazhdon të insistojë dhe të thotë që nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje, a do të thotë se ASBD-ja nuk do të shkojë në zgjedhje? Ne kemi dalë me disa propozime deri të dy palët. Të pranojnë një kompromis për gjetjen një zgjidhje të përbashkët. Dhe po punojmë intenzivisht bashkë edhe me faktorin ndërkombëtar. Nuk do t'i përmendi cilat janë ato alternativa të cilat i kemi ofruar në tavolinë. Janë çështje orësh për të pranuar ose jo, për shkak se vijnë afatet zgjedhore. Nëse nuk do të pranohet kompromisi të cilat ne e kemi futur në tavolinë, ne atëherë do të gjitha kompetencat për të vendosur ja kthejmë bazës së BDI-s
edhe të gjitha opcionet më janë të hapura. Për shkak se ne nuk mund të marrim më përgjegjësinë e një politike të papërgjegjshme të partive politike maqedone, të cilat kanë humbur më interesin e qytetarëve, por mbrojnë vetëm interesin e partive të tyre. Dhe nuk mund pranoj akuzën se BDI po tenton të faktorizoj vetëm elementin shqiptar në kushte kur Maqedonia po fundoset në krizë. Për shkak se ne u futëm thjesht vëm shpinën tonë për të ndihmuar procesin, duke i lënë anash tema të cilat na bëjnë presion edhe ata si opozit, edhe qytetarët tonë, për të gjetur një zgjidhje të përbashkët, dhe përsëri partitë politike maqedone janë ata të cilët i vunë thikën marrëveshjes. Njëra me vendimin e Ivanovit, tjetra me vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve, para se edhe del vendimi i komisionit. Para se të përgjigjesh pyetja direkte, se nuk u përgjigj. Përsëri do ta pyes. Është shumë e rëndësishme për gjithë qytetarët. Pojar Osmani, në qoftë se Lidhja Social-Demokrate, edhe pas gjithë ofertës tuaj për tejkalimin e krizës, nuk del në zgjedhje, a do të thotë kjo se BDI-ja nuk do dalë në zgjedhje? BDI nuk i shef zgjedhjet ku nuk participojnë të gjithë si zgjidhje për këtë krizë. E para nuk e di si është me përkthimin, domethënë nuk pranoj kështu kualifikime që i bëri Çomovski, nëse e ka ndjek tërë procesin prej nënshkrimit të marrëveshjes Prizrenës edhe deri tani, nëse ka pas një parti që ka qenë konsekuent në vazhdimsi, në qëndrime dhe vendime, ka qenë Partia Demokratike Shqiptare. Ju rikujtoj, më njëherë pas nënshkrimit ishte lideri Joni, Partisë Demokratike Shqiptare, që tha unë nuk shoh që do të arrihet diçka me këtë marrëveshje për shkak jo seriozitetit të tre partive participient në qeveri. Kur u soll anulimi i 24 prillit dhe pastaj data e re për 5 qershorin, ishte kryetari jon i pari pas takimit me ambasadorin amerikan zotin Jace Belli, para ambasadës amerikane, që tha afatet po kalojnë dhe ne nuk po takomi për të zgjidhur çështjet e hapura që ngelen pastrimi i listës zgjedhore, çështjen e medjave. Dhe këtë ne mund ta bëjmë për shkak se jemi e vetmja parti që nuk jemi pjesë e qeverisë. Do ta pranojmë, kështu funksionon. Përgjegjësia i bie mbi këta për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Dhe për atë pjesën parës mbeta bosh për dalë te kjo e fundit, domethënë ne nuk pranojmë të funksionojë kështu siç ka dhe siç po funksionon në Maqedonia, pas edhe konceptin qytetar, por ne kemi marrëveshjen tonë politike me konsenzus të plotë. Pikërisht. Vetëm atëherë mund të ketë sukses ky funksionimi i Maqedonisë. Për punën e zgjedhjeve, domethënë e thash edhe më përpara, nuk është me rëndësi data, se janë me rëndësi kushtet. A janë plotësuar kushtet për pasur zgjedhje kredibile? Jo. I bie që dy subjektet politike po afrohen në një qendrim tashmë. Беки, една работа само да разчистим. Не е спорна перцепцията на Мендуктачи во реакцијата за тоа дека не се исполнети условите, така натаму или неговата консеквентност. Апсолутно. Прашањето е многу едноставно. После пржина и подписот и агреманот на четворицата лидери, веќе изборите не се само одговорност на власта и на владата. Таа е одговорност на сите 4 политички подписници, вклучувајќи го и Зоран Заев и СДСМ, кој ако продолжи со политика во која ќе мисли дека бојкотот е единствената победничка варијанта, условно да кажем, тогаш ние имаме комплетна несериозна лидерска гарнитура која го држи во заробеништво целото гласачко тело. Një pyetje direkte. Nëse ne kishim pas politik jo konzistent, domethënë nuk na kishte interesu procesi, a do të ishin mbajtur zgjedhjet me 24 prill? Do të ishin mbajtur, po të kishim thënë ne. Do të kishin shku VMRO-ja, BDI-ja, vetëm ne të kishin thënë shkoni, do të ishin mbajtur zgjedhjet. Qytetarët Mendoj që roli ndërkombëtar ka qenë vetëm decisiv. Ashtu është. Ne të lëmë më pak fjalë, po jo më pak e rëndësishme. Unë mendoj se kredibiliteti i nënshkruesve të marrëveshjes Prizrenës ka rënë shumë, edhe përfshihet gjithë 4 liderëve politik. Tani ju kërkoni që ai që u mbytën, të nxirren nga uji dhe thonë hajde tani ma jej zgjidhjen. Me të unë shoh dy mënyrat vetme janë për dalë nga zgjidhja. E para është i koalicioni i madh ndërretnik, i cili do kishte kërkuar që të gjitha forcat destruktive që ekzistojnë në Maqedoni dhe ka përgjegjësi për krizën,
duhet të izolohen. Me këte, me thënë, edhe krijohet një lloj zgjidhje, por e dyta i jep, me thënë, një lloj e jep faktikisht një zgjidhje dhe partisë që ato të reformojnë edhe përmenda vetes. Të heqin nga veqja politikanët të cilët e kanë familiarizuar të gjitha asetet dhe pasuritë shtetërore. Ato janë skajshmërisht kriminalizuar. Politikanët të cilët kanë glabëritur gjithë shka që ka të bëjë me shtetin dhe me pronën shtetërore. Kjo e para, dhe me thënë një lloj koalicioni ndëretnik, edhe besoj që edhe PDSH dhe BDI nuk e duan këtë, sepse shohin trenin e vetë. Dhe dyta është koalicion etnik, dhe me thënë që partitë shqiptare duhet bëhen bashkë dhe të krijojë një strategji kombëtare. Strategjia kombëtare mund të jetë për shumë pika që është paketa bazë e zgjidhjeve të çështjeve të kombit ton. Unë pajtohem që kjo mund të bëhet pastaj në bashkëpunim me Tiranën, mund të bëhet bashkëpunim me Prishtinën, jo do një lloj konstatacioni tjetër politik. Thjesht të thonë që dëgjoj, ka dy lloj mënyra për vetëm pak, ka dy mënyra për zhvillimin e kombit tonë. E para janë investimet kapitale ose infrastruktura, e cila do duhet të kryhet në një lloj afati kohor, domethënë 2025, e thomi okay, do investojmë në infrastrukturën rrugore, ujore, portuale. Pastaj ka të bëjë me kulturën, a do bëjmë teatr kombëtar në Tiranë, a do bëjmë operën dhe bajtin në Tetov, a do bëjmë diçka në Shkup. Edhe infrastrukturën sportive, edhe jo vetëm kaq, edhe kjo, jo edhe fund të them, edhe pjesa tjetër që janë programet e buta, domethënë duke filluar nga arsimi, nga ekonomia, nga gjithçka tjetër që e bën sistemin politik të shtetit, duhet të jetë për mirëqenien e kombit tonë. Okej, pyetje që është në fund, edhe mund të jepni aksentet kryesore, por do të filloj me Bujarin se me që jeni parti në pushtet. Ideja është që shqiptarët, siç tham edhe më herët, mund të krijojnë ose të bëjnë presion për të krijuar një qeveri teknike që thot Visari. Në qoftë se skema politike shkon në atë lloj rruge dhe të gjithë në një farë mënyrë e shohim si një zgjedhje këtë gjë. Atëherë, a do të shikoni këtë si mundësi për te kalimin e krizës? Më vjen keq, por nuk mund të hyj në detaje. Jam pjesë të alternativave të cilët janë ofruar palëve. Më thënë edhe kjo që nga alternativë. Për bërë kompromisin, por nuk mund të hyj. Me rëndësi është që cila do të qoftë zgjidhje, do të jetë e inkluzive në aspekt që të gjitha palët pajtohen. Po nuk u pajtu njëra palë prej këtyre 4 partive politike, që kanë legitimitetin e qytetarëve, nuk ka zgjidhje. Dhe do të fundosemi më tepër. Po atëherë çfarë do ndodhe? Atër, thashun, gjitha opcionet janë të hapura. Unë vetëm ndërhyj se, kur thash analistët shumë lehtë e kam prej pozicionit, unë dëgjoj tash edhe në për opinion, hajde të ridefinojmë Maqedoninë, të kërkojmë marrëveshje të re. Ju a e dini se marrëveshja e Ohrit, ridefinimi i fundit i Maqedonisë, kishte 2 parakushte, kam thënë këtë edhe publikisht. Kishte një konflikt luftarak dhe ishte u krijua në kushte kur bota ishte unipolare. Ju a e shifni, a jemi ne të vetëdijshëm për ndikimin e Rusisë në rajonin tonë. Të kërkojmë ridefinim dhe marrëveshje kur do ta kemi në tavolinë edhe ndikimin rus, siç mendojmë se është edhe në këtë krizë, nuk e di cili do të jetë epilogu atij ridefinimi. Ne duhet kapemi për marrëveshjen që kanë nënshkruar Washingtoni dhe Bruxelles. Është marrëveshja me ta dimë, se nuk e dimë shpesh cila parti është me Rusinë, sepse zakonisht flisni ju për këto influenca gjeopolitike. Kush është ato do ta shohim në fund procesit. Unë mendoj po na tregoni ju jeni përgjithësi ndaj meje si votuesi. Po disa po nuk mund t'i them se nuk mund t'i thoni. Okej, atëherë nëse nuk i thoni atë shtoni ku do të shtoni. Mirë po është e qartë se kemi ndikim të lindjes në këtë krizë të Maqedonisë për të penguar procesin e integrimit në NATO, ndoshta edhe po them shumë. Me rëndësi është gjejmë një zgjidhje konsenzuale. Ti thuaj që ka ndikime gjeopolitike, a parës tua apo më intereson vetëm popullsia shqiptare? Tani thuaj që ka ndikime, mos më zën prej kontekstit. Unë thash që BDI ka vendosur shpinën për të gjetur një zgjidhje, duke i tërhekur të gjitha kërkesat etnike ditore në marrëveshjen e Përzhinos, përveç 2 fjali të cilat janë shumë të rëndësishme, të cilat u nënçmuan nga opinioni, si pjesë e marrëveshjes ishte marrëveshja e Ohrit dhe zgjidhja e kontekstit me Fqinj, që nuk kupton zgjidhjen e çështjes së emrit dhe integrimin në NATO, dhe ishte kjo kontributi i BDI-s në atë marrëveshje. Visar, pa hyrë në detaje se po vim në minutat e fundit të programit. Është me rëndësi, dua të përfundoj atëherë. Është me rëndësi një zgjedhje konsenzuale, ku do të pajtohen të gjitha palët, përfundon kriza për shkak se alternativa është eskalimi i situatës në përmasa serioze për sigurinë e qytetarëve,
rikthim të situatës ose stabilizim me qëllim të vazhdimit rrugës Dhe pyetja ishte edhe për Partinë Demokratike Shqiptare, qëndrimi i kësaj partie, a do të pranonte një qeveri teknike? Përsëri në këtë tavolinë kjo pyetje ka rëndësi, sepse vendimi i dy subjekteve shqiptare në këtë proces negociimi ku bëhet mes 4 partive është vendimtar. Jo vetëm shqiptarët, por edhe maqedonasit, e përsërita disa herë sonte në program, mendojnë që çfarëdo lloj vendimi të marrin subjektet shqiptare, në atë kahje do të shkojë Maqedonia. Dhe prandaj pyetja direkte, do të kishit pranuar një qeveri teknike si mundësi për dalje nga kriza? Domethënë, edhe ne kemi tash një qeveri teknike. Po duke përfshirë edhe PDSH-n apo në një proces tjetër, sepse kjo qeveri është teknike ose jo është e komplikuar. Duhet diskutojmë, po vendimin domethënë do ta japin organet partijake. E dëgjum një orë bujarin se partia e tij bën çmos për gjithë zgjedhje e krizës, domethënë e lejova me qëllim një orë që të flet, po bujari mund të flet vetëm në emër të BDI-s. Pa diskutim. Unë prandaj ju pyes ju të flisni edhe si parti politike nuk i takon që të merr punë që nuk i takojnë këtyre. Domethënë është faktori ndërkombëtar. Nuk e mohoj edhe kontributin. Është faktori ndërkombëtar që qëndron dhe bujari njëjtë si VMRO-ja është pjesë e krizës, nuk është pjesë e zgjidhjes, pjesë e problemit, nuk është pjesë e zgjidhjes së problemit. Domethënë gjithçka është vetëm si propagandë që dëgjuam deri tani. Jo, po 4 partitë që janë në negociata janë edhe pjesë e zgjidhjes, sepse vendimet e këtyre partive do të vendosin fatit e njerëzve. Prandaj është rëndësishëm mendimi tim, mendimi juaj. Si mendim mund t'japim, po jo se këto ta marrin rolin ndërmjetësues, rolin e jo, po momenti kur do të votojnë, ose momenti kur do të vendosin, kur do të marrin vendime, kjo është e rëndësishme. Të tregoj. Prandaj dhe ju pyes juve, zoti Fazliu. Domethënë, çfarë vendimi do të marrë PDSH-ja, ose në qoftë se është duke e menduar në rregull, në qoftë se del në tavolinë mundësia e një qeverie teknike, si kjo që ka qenë, ne nuk morëm pjesë. E kuptoj. Po e ridefinuar? Do të shohim. Okej. Ajo që tha Çomovski pa shumë të rëndësishme, domethënë, ne domethënë ka një vit që kemi marrëveshje dhe kjo klasë politike nuk po na nxjerrë nga kriza. Tani kemi disa momente të reja në skenën politike, domethënë kemi ato që quhen New Kids on the Block, që është shoqëria civile, janë qytetari përsëri e merr atë barën vendimtare në zgjidhjen e krizës. Drejt ka kur thotë që dhe LSDM ka kuptuar rëndësinë e kthimit sovranit, domethënë që qytetari të jetë pjesë e vendimarrjes dhe definimit të ri politik të Maqedonisë. Kjo e para, dhe dyta u mendoj që ka ardhur koha e krijimit, meqense kemi institucione speciale, prokurorinë speciale, kemi ekspert në Komisionin Qendror Zgjedhor, pse mo kemi qeveri speciale? Domethënë kemi një vit pa anëtarë e partive politike të jenë ekspert, të cilat do merren me procesin, me të gjitha devijimet, fenomenet negative që pra janë në shtet. Pra ju sugjeroni një qeveri me ekspert. Me ekspert, quhet qeveri speciale, sepse tani është koha e qeverisë speciale. Po e saktësoj për opinionin. Edhe unë bile stem që të ketë shkote një hap më tepër që kjo qeveri speciale krijon edhe gjykata speciale. Përfundimisht t'i heqim, t'i fusim në histori. Po okej, dhe parlament special që duhet të kemi. E kam fjalën që duhet të hiqen nga skena këto persone. Çomovski, për ju krejt në fund, jo thjesht vetëm si një pjesëmarrës në këtë tavolinë, po edhe si ndjekës i proceseve në vazhdimsi, edhe të atyre shqiptare, por edhe duke bërë atë linkun shqiptaro-Maqedonas. E bëra pyetjen, por nuk mora përgjigje më herët, kështu që do ta bëj edhe në fund edhe një herë. A pajtoheni edhe ju me qëndrimin e shumicës të Maqedonasve tani, të cilët thonë se vendimet e subjekteve shqiptare në fakt do të duhet ta nxjerrin Maqedoninë nga kriza? Pyetja është teknike, nuk sepse e bëj në mënyrë të tillë nga që në tavolinë kur do rinë 4 subjektet politike, çfarëdo lloj gjëje që të vendosin, ajo do të shkojë më tej. Si a pajtoheni me këto konstatime? Ne. Не согласувам zato što prašenje to je toliko, кризата е толкова длабока, što je irelevantno. Da li albanskiот фактор се факторизира? Па то е перманентно после Охридскиот договор фактор во Македонија. Нема потреба сега од дополнително факторизирање. Македонскава криза, ако овие политички субјекти и двајца представници на ДУИ на ДПА, вклучувајќи ги и СДСМ и ВМРО ДПМН,
ne sakaat da se soglасат дека не се создадени услови за добри избори, граѓански избори, не етнички избори, и ако не се согласат дека е потребно да се купи време за да се формира буквално, добро употреби термин Висар, експертска влада, мала, ефикасна еден кабинет, за да ја води оваа Македонија како корпорација. Како project management, да. Како ефикасна корпорација која на граѓаните и на акционерите ќе им даде сигурност дека корпорацијата ќе опстане и ќе биде конкурентна на политичкиот пазар на Запад. Ако тоа не го сватат и да ја дадат поддршка на таква, условно да кажам, експертска влада, во еден догледен временски период во кој ќе се поистоветат датумите за комплетна реконструкција со избори локални, председателски и парламентарни, Македонија ќе влезе во безизлез, во кој ќе има една алтернатива. Или некај нов Кушнер во Скопје, или некој нов Лавров, или негов представник во Скопје. Ако се доведеме во таква ситуација, Македонија нема да ја биде. Тогаш нема факторизација на албанскиот фактор. Нема ни факторизација на Заев. Ju falenderit. Të dashur teleshikues, tentuam të japim ose të sjellim pak dritë për këto zhvillime të komplikuara deri diku, por edhe të rëndësishme për fatin e vendit. Në fakt, po del nga kjo tavolinë, lajmi i mbrëmjes është megjithatë që BDI në një farë mënyre mund të tërhiqet nga vendimi i mëhershëm, që pa tjetër ose me çdo kusht të ketë zgjedhje në 5 qershor, sepse siç dëgjuam, në qoftë se gjithë subjektet politike nuk do të marrin pjesë, atëherë edhe BDI-ja mund të tërhiqet. Nga ana tjetër, ajo që u proklamua këtu, një zgjedhje mund të jetë për krizën një qeveri ekspertësh. Megjithatë ditët në vijim do t'i sjellin detajet. Unë i falenderoj të pranishmit për këtë debat, do të krijojmë hapësira të tjera debatit të ngjashëm. Deri në takimin e radhës nga unë Azim Rashidi. Mirupafshim.